Dhe nuk gjendim në pasazhet e tjera ku këtë temë është prekur në Bibël. Në fakt, nuk ka asnjë arsye të natyrshme, domethënë diçka që është e vërtetë për mashkullt ose për femra në vetën e tyre, që është dhënë si një justifikim për një marrëdhënie nënshtruese midis burrave dhe grave. Me një fjalë, nuk na është thënë që për shkak të faktit që mashkullit janë superior dhe femrat janë inferior, gratë duhen të nënshtrohen burrave të tyre. Tani, çfarë mësojnë këtu për nënshtrimin e grave ndaj burrave të tyre atëherë? Në vargun 2, shikojmë që do të thotë sjellje të pastër dhe me respekt. Nevoja për respekt nga gratë për burrat e tyre është përsëritur nga Pauli në Efesianët 5:33, kur ai tha për secili nga ju kështu të doj gruan e vet, kjo është fjali për burrat, sikurse e do vetën e vet. Dhe për kështu gruaja të respektoj burrin. Kështu që kjo ide e respektit duket sikur është një gjë e rëndësishme për ne si burrat. Edhe kjo do të thotë që ndoshta kemi pak krenar edhe kemi nevojë për respekt. Mundi një dobësi që ne kemi. Po sjellja e pastër ka të bëjë me drejtësinë morale të një gruaje të perëndishme. Ajo nuk duhet të bëjë asnjë veprim që do ta sjellë dyshim mbi besnikërinë e saj ndaj atij, ndaj burrit. Por Pietri vazhdon të vërë në kontrast dy përqendrime që gratë mund të kenë. Një përqendrim ka të bëjë me bukurinë e jashtme, stili i flokëve, stolit e çmuara, gjërat kozmetike. Jam I sigurt që ju nuk merrni me këtë. Dhe tjetri ka të bëjë me karakterin dhe jetën e brendshme. Tani, cili qëndrim theksohet në kulturën tonë më shumë? Kultura jonë që na rrethon vazhdimisht dhe në mënyrë shumë tërheqëse shpall një mesazh që vlera jote si një femër vjen vetëm nga bukuria e paraqitjes së saj. Shiko revistat, shiko reklamet televizive, shkoni tek Tegu dhe vizitoni dyqanet që janë atje. Është e pamësueshme sa shumë vëmendje I është përkushtuar paraqitjes së jashtme të femrave, qoftë për flokët, qoftë për veshjet, për stolit, për parfumra që përdoren, këpucet që blen, peshja dhe forma e trupit që kanë, etj. Gjithë mesazhi që reklamohet është vlera jote ka të bëjë vetëm nga sa tërheqëse je nga ana e dukjes. Tani, apo thon Pietri të mos merresh fare me paraqitjen tënde të jashtme? Absolutisht jo. Siç tha një pastor afër fshatit të Vonit, nëse dera e shtëpisë ka nevojë për lyrje, lyje. Është një pjesë e jetës normale, të kujdesemi për trupin dhe të bëjmë veten të paraqitshëm në shoqëri, apo jo. Kjo është e vërtetë për burrat edhe për gratë. Por I gjithë argumenti I Pietrit është që karakteri I brendshëm dhe zemra e një femre është ajo që reflekton bukurinë e vërtetë dhe që është I fuqishëm përpara Perëndisë. Vargu 4 tha, janë shumë të çmueshëm në sytë e Perëndisë. Pietri e quhen bukurie e paprishme. Ata. Dhe një pjesë e bukurisë së brendshme të paprishme është nënshtrimi ndaj burrit tënd, sipas fjalës së Zotit. Vargu 5, sepse kështu stoliseshin dikur edhe gratë e shenjtë që shpresonin në perëndim, ju nënshtroheshin burrave. Duhet të vëmë re që Pietri gjithashtu ka ndërmend gratë e krishterë, burrat e të cilëve nuk janë ende besimtarë. Ka të ngjarje që kemi bashkëshorte në këtë sallë që jeni në një situatë të tillë.
Pietri pak a shumë thot në vargun 1 që sidomos në raste të tilla, është e rëndësishme të nënshtrohesh burit tënd, sepse duke vepruar kështu, do të dëshmosh për prezencën e Krishtit në jetën tënde. Vargun 1 tha, edhe ju gra nënshtroni burrit tuaj kështu, edhe nëse disa nuk i bindin fjalës, disa burra me fjalë, nuk i bindin fjalës së Perëndis, do të fitohen nga sjellja e grave të tyre, pa ndihmën e fjalëve, ku të shohin sjelljen tuaj të pasur dhe me respekt. Kështu që, ndërsa mund të duket sikur është kundër logjikës për të nënshtrohesh një burri që nuk pranon të ndjek Jezusin, Pietri thotë që qëllimi yt të jetë të fitosh atë për Krishtin, duke shfaqur sjelljen tënde jo egoiste, që vjen vetëm përmes fuqisë së Krishtit në jetën tënde duke nënshtruar burrin tënd. Tani kemi një varg për burra. 6 për një për burra. Tani prit. Sepse në Efesianët 5 kanë 2 për gratë edhe 6 për diçka të tillë për burra. Kështu që balancojnë. Okay? Kështu që lexoni Efesianët 5 edhe do të shikoni që ka shumë fjalë për ne. Këtu e kemi vetëm një, por është e fuqishme. Pietri ju kthehet burrave dhe kërkon që ata të jetojnë me gratë e tyre me urtësi, duke i çmuar gruan si një enë më delikate dhe i ndëroni. Mendoj se për shumë prej nesh si burra është e lehtë për ne të përqendrohemi tek puna jonë, tek karriera tonë. Ndoshta sporti, po vjen Kupën e Evropës apo jo. Kompjuteri, makina, etj. Edhe Vespa. Unë e kollaj për ne të mos përfilin gratë tonë dhe i negazhon, ndërsa jemi duke kënaqur me gjërat e tjera. Prandaj Pietri, unë besoj, na kujton që gratë tona do të jenë bashkë me ne në paradis. Ato nuk janë thjesht një shërbëtar për ne, ndërsa jemi këtu në tokë, për të larë rrobat tona, të pastrojnë shtëpitë tona dhe të kujdesen për fëmijët tona. Janë bashkë udhëtar me ne në rrugën tonë të jetës. Dhe nëse ato i njohin Jezusin, do të jenë duke qëndruar përpara Perëndis, me veshje qellore të barabarta me ne. Kështu burra, ne duhet të ju kushtojmë vëmendjen grave tonë. Pietri në tha të jetojmë me gratë tona me urtësi. Fjala urtësi në greqisht është e njëjta me dituri. Dhe nuk mund të dimë për gratë tona nëse nuk përpiqemi të njohim, që do kohë dhe vëmendje. Gjithashtu Pietri në tha që duhet të nderojmë ato. Kjo frazë që Pietri përdor është interesante. Zakonisht ne nderojmë të tjerë sepse janë më të aftë, më të fuqishëm, më të respektueshëm. Këtu Pietri thotë, i nderoni gratë tuaja sepse janë delikate. Janë më dota. Është shumë e qartë për kuptimin tamam që Pietri ka ndërmend këtu, por ka të ngjarë që referohet fakti që një grua e zakonshme është më e dobët nga ana fizike se sa një burr i zakonshëm, që nuk është vërtet për çdo grua ose për çdo burr, por në përgjithësi. Ndoshta ka të bëjë me mendimin që gratë mund të jenë më delikate nga ana emocionale. Si do të që të jetë? Për Pietrin është një arsye për të nderuar dhe për t'i çmuar ato. Jo të mos i përfilesh ose të talësh me to sepse nuk janë as të forta sa burrat e tyre. E kundërta, ne duhet të jemi të vëmendshëm ndaj dobësive të tyre. Dhe t'i nderojmë
dobësit që kanë, duke treguar për kujdesje dhe ndjeshmëri ndaj tyre. Për ju që jeni takuar me babin tim, mundi dini që ai ishte një oficer në ushtrinë amerikane për 20 vjet. Babi im ishte një babi mirë, por si shumica e ushtarëve, ai kaloi një pjesë jo të vogël të kohës së tij larg familjes së tij. Kishte raste kur ai ishte në një anije për disa muaj. 2 herë ai ishte në shërbim në Vietnam, 1 herë për 1 vit. Dhe kur nuk ishte me një shërbim larg nesh, nuk ishte e çuditshme nëse ai kishte punë me orë të gjata dhe nuk vinte në shtëpi deri vonë. Kur babi im doli në pension nga ushtria, ishte një burr relativisht i ri akoma. Kështu që filloi një punë me kishën tonë dhe doli si vullnetar për aktivitete të ndryshme për të cilat nuk kishte kohë kur ishte në ushtri. Dikur gjatë asaj kohe, ai bashkë me mamin tim shkuan për një konferencë të kishës sonë. Për t'i rënë shkurt, gjatë konferencës, babi u kthye në dhomë ku gjeti mamin tim duke qarë me ngashmëri. Si mund të imagjinoni, ai u me mamin dhe po kërkonte të dinte çfarë po ndodhte. Ajo tha që kam qenë duke pritur për 20 vjet, kur më në fund do të kisha ty si një bashkëshort. Veç për të kuptuar që ti do të vazhdosh të mbushësh jetën tënde me aktivitete që nuk kanë të bëjnë me mua. Babi im u prek, më tha që ai e pa një vizion të madh që deri në atë moment kishte qenë një grua shumë e fortë dhe kishte rritur 3 çuna, paka shumë vetëm dhe kishte mbaruar shkollën e lartë për infermierie në të njëjtin kohë, por ai e pa në atë moment si një lume delikate. Në vitet të cilën ai po shkelte duke plotësuar dëshirat, interesat me vete. Që nga ai moment, babi u përpoq të merrte kohë për të dëgjuar mamin tim, për të kaluar kohë me ta dhe të bëjë gjëra të cilat ajo e kishte qejf. Burra, a duhet një grua të na respektojë dhe të na shtrohet me gëzim? Hajde përkushtojmë vëmendjen tonë tek ato, në mënyrë që ato të ndihen të vlerësuar dhe të nderuar. Më bëri mirë të javë kur ishe në park duke bërë të video dhe pash Ervini, bashkë me familjen e tij, duke bërë një xhiro, duke kënaqur me njëri tjetrin. Edhe më ngrofi zemrën, të drejtën, a di që ju punoni shumë? Oh, bravo. Do të ishte një kabinë para se të mbyllim, nëse nuk të ndërronin duke mos përmendur paralajmërimin e fundit të Pietrit Provoka. Ai tha që burrat duhet të jetojnë me gratë tuaja me gutësi që të mos të ngohen lutjet tuaja. A ju ka shkuar në mendje ndonjëherë që mënyra se si i trajtojmë gratë tona mund të ketë një indikim të thellë në përgjigjet e lutjeve tona? Ky është një mendim serioz. Unë nuk di për një vend tjetër në Bibël që në mënyrë kaq të drejtë për drejtë e lidh lutjen efektive me mënyrën e sjelljes sonë me një grup njerëzish të caktuar. Por nga ku është? Mënyra se si sillemi me gratë tona ka një indikim direkt, sipas fjalës, me aftësinë tonë të jetojmë në fuqinë e Perëndis përmes lutjes. Është diçka shumë e rëndësishme. Atëherë, burra, nëse doni që lutjet tuaja për shqipturinë në kupën evropiane,
Trajtoni gratë tuaja si restoration. Jump aside, Yahweh. Amen. Letë të lutemi. Zot Jezus, kur në sajnë për këto udhëresa, edhe urtësim tënde për të jetuar me njëri tjetrin, edhe të jetojmë nën qeverisë, në këtë botë me autoritetin në përgjithësi. Është një gjë e vështirë. Por është diçka që ti ke caktuar për ne, ke caktuar qeverinë, edhe ke caktuar martesën si një mënyrë për të kujdesur për ne. Dhe lutem e Perëndi që ne të kuptojmë edhe më mirë se si të jetojmë si antar të një kombe, të vdejmë duke gati të bëjmë vepra të mira për të bekuar shoqërinë. O Zot, kemi shumë të mësuar për të. Na mëso Perëndi se si të jetojmë me bashkëshortin tonë. Lutem Allah të mund të nderojmë njëri tjetrin, edhe të kërkojmë të mirë, edhe të kërkojmë njëri tjetrin për të kërkuar Perëndi. Faleminderit për fjalën tënde. Në emrin e Krishtit. Amen. Zot ju bekoft. Edhe mos harroni që javës tjetër nuk kemi një shërbesë të premten, por të shtunën e kemi parëzimin, që të shifemi